Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë e keni në shtëpi, por askush nuk ja di vlerat, kjo erës bën mrekulli në shëndet. Sa e sa fara karafili keni gjetur në dollapin e gjyshes tuaj. Sipas ekspertëve dhe studimeve të kohëve të fundit, karafili përdorej për t'i dhënë një aromë karakteristike veshjeve, por nëse prej vite me radhë keni urryer kur ju të mësoni veti të kësaj erëze, ju do të kuptoni se sa të drejtë kanë patur gjyshet tona. Forcon sistemin imunitar, prekeni çdo vit nga gripi dhe nga viruset e ndryshme në qarkullim. Mos u alini fajin personave të cilët keni pranë, por vendosjani sistemit tuaj të dobët imunitar i cili nuk e përballon dot veprimin e radikaleve të lira dhe njëkohësisht hapi i parë që ju duhet të bëni është që të mos ndryshoni regjimin e të ngrënurit. Shtoni në dietën tuaj një karafil të thatë, i cili ndonse në madhësi fare të vogël ka një veprim të jashtëzakonshëm në rritjen e qelisave të bardha të gjakut, fal përmbajtjes së tij në vitaminën C. Nga problemet me kapsllëkun dhe deri tek mëlçia e dhjamosur, ja cilat janë arsyet pse ju duhet që ta përdorni karafilin. Përmirëson tretjen. Sipas ekspertëve, të gjithëve na ndodh që në një moment të caktuar të jetës son, ne të kemi probleme me sistemin ton tretës, por sipas ekspertëve, shkaqet e këtij problemi janë nga më të ndryshme, duke filluar që nga stresi, intoleranca ushqimore, ushqimet fast food ose pikante, mungesa e aktivitetit fizik e të tjerë, por mos u shqetësoni pasi karafili do t'ju vi në ndihmë. Ai është një minier e vërtet fibrash dhe enzimash të tretshme të cilat parandalojnë kapsllëkun dhe përmirësojnë punën e zorrës së trashë. Në këtë rast këshillohet që karafilin ju ta konsumoni në një trajt pluri të shoqëruar gjithashtu me pak mjaltë. Në këtë rast ju mund të detoksikoni edhe mëlçin. Mëlçia është organi i dytë më i madh në trupin e njeriut, funksioni kryesor i së cilës është që të filtrojë të gjitha toksinat e ndryshme të cilat hyjnë në organizëm dhe, sipas ekspertëve, gjithashtu karafili ka në përmbajtjen e tij eugenol, një substancë tepër e rëndësishme që çhelmon mëlçin, qetëson në dhimbjen e dhëmbëve. Dhimbja e dhëmbit është padyshim një nga dhimbjet më të padurueshme që pothuajse të gjithë e njihni. Në shumicën e rasteve ajo ndodh gjatë natës, kështu që është e pamundur të shkoni tek stomatologu. Mirë po me ndihmën e disa trukeve të thjeshta ju do të mundeni ta qetësoni derisa të merrni mjekimin e specializuar. Karafili njihet për vetitë e tij të shumta antibakteriale dhe antiinflamatore të cilat arrijnë që të neutralizojnë dhe të qetësojnë dhimbje të ndryshme. Merrni pak karafil, përtypeni për 5 sekonda dhe vendoseni në dhëmbin apo në dhëmballën që ju shqetëson derisa kjo dhimbje të ketë pushuar. Sigurisht ju mundet që të përdorni karafilin, i cili njihet për vlerat e tij të shumta në mjekësinë popullore dhe për avantazhet e veta, përtej vetëm përmirësimit të shijes së ushqimit dhe të ndihmojë shëndetin tuaj. Përmirësoni shëndetin. Karafili është i shkëlqyer për të luftuar erën e keqe të gojës, kavitetë dhe sëmundjet e mishrave të dhëmbëve pasi përmban substanca antibakteriale. Përtypja e disa karafilave nuk është vetëm e mirë për shijen tuaj, por gjithashtu një qasje e shijshme për të mbajtur një gojë të shëndetshme. Trajtimi i mëlçisë. Karafili gjithashtu është mjaft i mirë edhe për mëlçin tuaj, organin më përgjegjës për detoksifikimin. Sipas ulëmtimeve, këto sytha aromatik ndihmojnë në përmirësimin e funksionit të mëlçisë, gjë që i bën ata një plotësues tepër të shkëlqyeshëm
për regjimin tuaj ushqimor të rregullt. Karafil, aleat delikat për sheqerin në gjak. Karafili mund të bëhet gjithashtu shoku më i afërt i diabetikëve. Një mënyrë e mundshme për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak është që ju të shtypni 1 ose 2 karafila në ditë, mundësisht me stomakun tuaj bosh. Kjo mundet që t'ju ndihmoj që ju të rregulloni nivelin e sheqerit në gjak. Arritja e harmonisë tretëse. Sistemi juaj tretës do të vlerësojë ndihmën që do të ofrojë karafili. Fryrja, gazra dhe dispepsia janë çështjet e shpeshta të tretjes, por ato lehtësohen duke nisur procesin e tretjes dhe duke rritur prodhimin e pështymës. Ndihmësi për humbjen e peshës. Ju mund të përdorni karafilin si një armë të fshehur në luftën kundër diabetit dhe obezitetit. Ju mundet që të qëndroni gjithashtu në rrugën e duhur me qëllimet tuaja të ushqyerit shëndetshëm dhe ushtrimeve me ndihmën e këtyre shtypsëve natyral të oreksit. Sistemi imunitar. Lëreni karafila që të çlirojnë potencialin e tyre për të forcuar sistemin tuaj imunitar nga stresi oksidativ dhe gjithashtu ju ndihmon ju që të ndiheni më mirë gjatë gjithë kohës. Karafili e bën më të lehtë frymëmarrjen. Karafili gjithashtu ka cilësi antiinflamatore dhe ekspektorante të cilat munden që të ndihmojnë edhe në zbutjen e vështirësive në frymëmarrje. Sipas ekspertëve, duhet të keni parasysh se në qoftë se ju vuani nga astma, kjo mundet që t'ju ndihmojë të përtypni disa karafil ose të përdorni vajin e karafilit dhe do të ndihmojë gjithashtu në zbutjen e vështirësive në frymëmarrje. Nga ana tjetër, gjithmonë duhet të keni parasysh se mund të përdorni edhe antiinflamator. Për çrregullimet inflamatore si për shembull artriti, karafili mundet gjithashtu që të jetë një shpëtimtar për sa i përket reduktimit të dhimbjes. Karafili gjithashtu ka veti natyrore antiinflamatore. Përfshiheni ato në rutinën tuaj të përditshme për t'i aksesuar ato. Sipas ekspertëve, karafili ofron një strategji gjithëpërfshirëse për shëndetin për shkak të historisë së tyre të gjatë të përdorimit në mjekësinë tradicionale. Karafili gjithashtu mund të jetë një aleat i shijshëm në rrugën drejt shëndetit të mirë, pavarësisht nëse i përdorni ato si erëz kuzhine ose si trajtim bimor. Karafili është plot virtyte, prandaj përqafoheni ato, shijoni shijen e tyre të shijshme dhe korrni sa më shumë përfitime të shumta shëndetësore që ato mund të ofrojnë. Karafili i vogël dhe i fuqishëm do të bëjë një spërkatje rinore dhe të freskët në shëndetin tuaj. Ai është ideal për të përgatitur gjatë mbrëmjeve për një gjumë të qetë dhe relaksues gjatë natës, por ky çaj mund të konsumohet sigurisht edhe në çdo kohë të ditës, madje edhe për mëngjes. Mirë po gjithmonë siguroni që të përfitoni nga këto veti shëndetësore që karafili ofron për shëndetin ton, pasi nuk do të keni asgjë për të humbur, përkundrazi mund të fitoni shumë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.